Profeti Idris në Islam. Idrisi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, në Kur'anin famlart përmendet 2 herë. Zoti thot në Kur'an: "Wa dhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan aliyya." Thot Zoti, dhe përkujto thot në libër Idrisin, ai ishte shumë i sinqert dhe profet. Dhe na thot Zoti ngritëm atë në pozitë të lartë. Pastaj ajeti tjetër ku Zoti thot: "Wa Ismaila wa Idrisa wa dhal kifli kullum min as-sabirin." Përkujto edhe Ismailin, Idrisin edhe Dhul Kifilin. Dhe gjithë thot ishin prej të durueshmeve. Dhe cilësi e pejgamberëve është që janë durimtar. Cilat janë cilësitë e profetit Idris? Ishte i durueshëm, ishte i ditur, Zoti e kishte pajisur me dituri. Kur e godeste sprova, ai ishte durimtar. Profeti Idris i ftonte vazhdimisht në njësim, në besim tek Allahu, që të besonin që Zoti është një dhe një i vetëm në tauhid. Vazhdimisht e ftonte popullin e tij që të besonin që Zoti është një. Rreth jetës së tij, dietarët thonë që kanë lindur ose në Babiloni apo në Egjipt. Profeti Idris është djalë i pasardhës i djalit të Ademit alayhis salam. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, treguohet kur ka qenë gjatë udhëtimit të Isras dhe Mirajit, e takon profetin Idris në qiellin e 4. Prandaj dhe kjo përputhet me ajetin ku Zoti thotë: "Dhe ne ngritëm në pozitë të lartë Idrisin." Pra Zoti ngriti në pozitë të lartë Idrisin, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Idrisi a.s. kishte mik, kishte miqësi, një engjëll. Dhe Idrisi a.s. kërkon që të njohë botën e engjëllve, botën e melaçeve. Dhe pasi që jep leje i madh i Zot, engjulli shoqërues e merr profetin Idris në qiell, dhe ku shkon te qielli i 4, aty profeti Idris vjen engjulli i vdekjes. Dhe habitet kur e shikon profetin Idris, sepse ai ishte urdhëruar që t'ia merrte shpirtin, dhe ai ishte në tokë, por kur e gjen aty ia merr shpirtin, e kupton profeti Idris që i ka ardhur koha që për ta dhënë shpirtin tek i madhi i Zot. Dhe ajetin që e përmendëm, dhe ne ngritëm në pozitë të lartë Idrisin, në grada të larta pra. Dhe përmendëm që Idrisi ishte nga të durueshmit. Ai vazhdimisht e ftonte tek besimin tek Allahu, besimin tek Allahu popullin e tij. Ai thuhet se kishte kriju një ushtri të drejtë dhe me qëllim që ti luftonte në rrugën e të madhit Zot. Thuhet që Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, transmetohet nga Ibn Abasi, i pari që ka shkruajt me pen ka qenë Idrisi a.s. Pra i pari që ka shkruajt në sipërfaqen e tokës në pen është Idrisi a.s. Dhe Islami e vlerëson. Çdo musliman duhet të jetë arsimum. Çdo besimtar dhe çdo besimtare e ka obligim që të mësoj. Sepse profetit Muhammed, të dërguarit të fundit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i ka ardhur: "Ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa." I ka thënë ajeti, po lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. As nuk i ka thënë falu, as nuk i ka thënë jep zeqat, as nuk i ka thënë bëj hax,
as nuk i ka thonë agjëra, po i ka thonë lexo, arsimohu, pastaj diturin dhe në praktik. Dhe kjo është e madhe, kjo është e lartë. Dhe secili besimtar, dhe secili musliman e ka obligim që të mësoj, ta kuptoj fenë të madhe Zot, apo edhe qofshin edhe libra shkencor që të ndihmojnë që ta arrish në këtë botë. Idrisi a.s. e kombinonte diturinë dhe devotshmërinë. Ai ishte edhe i ditur dhe ishte edhe i devotshëm. I pari në sipërfaqen e tokës ishte Idrisi a.s. që rroben e qepte me lëkurë të kafshësh. Pra me lëkurë të kafshësh, profeti Idris i qepte. Dhe prandaj, profetët janë ata të cilët na treguan se cila është rruga e drejtë. Profetët na treguan që duhet me besu që Zoti është një dhe një i vetëm, që duhet me besu ata që i ka dërguar i Madhi Zot, që janë rob dhe të dërguar, dhe jo zota, si që kanë bë Isa a.s. apo ndryshe si që i thonë krishterët Jezu Krishti, Jezusi. Ata e bën Zot. Prandaj ata na e treguan se cila është rruga e drejtë. Dhe kush e merr rrugën e drejtë, i Madhi Zot do ta shpërblej. Dhe kush e merr rrugën e keqe, Zoti do ta dënoj për ata që ka vepruar. Prandaj Idris a.s. ishte edhe i ditur, edhe i devotshëm. Edhe thuhet që kishte krijuar një ushtri të madhe me qëllim që miftu njerëzit në rrugë të Allahut. Ishte edhe i durueshëm. Ishte edhe i sinqert. Zoti e përmend, ishte shumë i sinqert. Idris a.s. Çdo pejgamber i Madh i Zot i ka dhënë durim. Dhe njerëzit më të sprovuar në sipërfaqen e tokës janë pejgamberët. Sado e madhe që mund ta sprovën ju, siç e kanë pasur pejgamberët, asnjë nuk e ka sprovën. Kemi rastin e Jusufit a.s. siç u sprovu me vëllezërit e tij. Sepse zilia, urrëtia dhe xhelozia e shkatroi njeriu. Dhe Idris a.s. vazhdimisht i luftonte tek qinjet, me qëllim që t'i ftonte njerëzit në rrugën e Zotit. E luftonte të keqen, ishte i durueshëm sepse Idrisin vazhdimisht e luftonin. Por edhe profeti i të Madhit Zot vazhdimisht thirrte në besimin tek Zoti që është një dhe një i vetëm. Sepse Zoti e përmend për që ishte shumë i sinqert dhe profet, dhe Zoti ngriti në gradat e larta profetin Idris. Prandaj, çfarë duhet të kuptojmë nga kjo histori? Nga kjo histori duhet të kuptojmë që Islami i ka dhënë rëndësi të madhe diturisë, saqë emet Islamit ka ardhur dhe dituria, arsimimi, se një i parë pra në sipërfaqen e tokës ishte profeti Idris që shkroi me penë, sepse ndërmjet shkrimit mirët dituria. Dhe ishte i durueshëm, dhe këta do të mundohet se cili prej nesh ta ketë këtë cilësi. Allahu na bëh prej të atilleve që kanë këtë cilësi, durimin, sepse është bekimi i madh kujt Allahu i ka dhënë durim, dhe Zoti thotë do t'i shpërblej pa mas durimtarët. Ishte i sinqert. Zoti e vlerëson shumë sinqeritetin. Sepse një njeri që nuk është i sinqert, ai është munafik. Dhe kushdo që është i sinqert, i Madhi Zot do ta shpërblej dhe do ta ngrisë në gradat e larta. Prandaj le të mundohemi të afrohemi tek Allahu me dituri, me devotshmëri, me sinqeritet dhe të bëjmë punë të mira, sepse Zoti padyshim që do të na shpërblej edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Zoti nuk ja humb vepër mirit asnjë punë. Dhe sa do e vogël kushdo që punon mirë, Allahu do ta shpërblej.
Dhe kushdo që punon keq, do ta gjejë tek Zoti i tij atë që ka punuar. Prandaj Zoti na bëf prej atyre që cilën janë të devotshëm. Zoti na jap sinqeritet në zemër. Allahu na bëf nga ata të cilët mundohen që të marrin dituri nga dietarët. Zoti na udhëzof në rrugën e tij të drejtë. Amin.